Dhe në fundit ajo që humb në gjithë këtë është Kosova, sikur e thatë ju pak më lart nga aspekti ekonomik, si nga duke qenë se është nën sanksione, si nga fondet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm të mbështetjes, buxheti brenda, alokimet, investimet dhe gjithçka tjetër. Ç'do themi, një temë e veçantë për një kohë edhe më gjatë se tani sa na kanë mbetur flasim. Kosova është në gjendje të rënd ekonomike, gjitha aspektet. Tani, sigurisht, për shkak të sankcioneve neve që po pësojmë. Po pësojmë shumë sankcioneve, këta i thujnë masa, por ne kemi sankcione nga BE, nga mos konstituimi kuvendit, ne po humbim fondet e IPAS që jenë për apar rreth 1 miliard euro, dhe ato sigurisht do të alokoheshin për 4 vite, por si do që tjetë edhe 250 nëse është 1/4 e atyre, është humbje madhe për Kosovën, pastaj fondet e MCC-s, ku Kosova parashete të ndërtoj, apo Albin Kurti parashete të ndërtoj akumulator e një rrym, jemi në kollaps energetik Kosova, sepse krejt ato kapacitete që i kemi janë të stërvjetruar dhe janë gërmova, janë dinosaur të cilët janë në një farë para kollapsit energetik, para një javë veç i kemi pas të gjitha bloqet e Kosovës A jashtë funksionit, dhe të Kosovës B, dhe Kosova ka prodhuar vetëm 110 megawatt, a nevojat në këtë pikun e verës i kemi rreth 800-900 megawatt energji elektrike, nuk kemi asnjë kapacitet të re energetik që të kësaj energjisë ripërtretshme, nuk ka lejuar Albin Kurti të ndërtohen termoelektrana, edhe pse të kaluarën thoshte se ne flejmë mbi thëngjell e nuk kemi rrym, e ka penguar 2000 megawatt-shin që ka pas të ndërtohet me njëherë pas luftës, e ka pengu 1300 megawatt-shin, e ka pengu tani s'fundi kontroll globalin, edhe të gjitha këto janë dëme pariparueshme që ja ka shkaktu vendit. Pastaj e bëri atë farë, dashti ta bëj liberalizimin e tregut të energjisë dhe t'i fus 1300 biznese në atë treg, pati që kushtetusja e shpalli pa vlefshëm atë vendim të ZRE-s dhe u kthyen ato bizneset cilat punësojnë 145.000 punëtor dhe bruto qarkullim marrin pjesën me 11 miliard dollar dhe e bartin peshën kryesore të ekonomisë donte të shkatërronte. Kosova po vuan nga inflacioni galopant 3.6%. Kosovës po i bin ato pak eksporte që i kishte në të kaluarën si vjet për 120 milion euro është zvogluar eksporti, është rritur për aq importi, deficiti tregtar është rritur, domethënë Kosova të gjithë tregust, bruto produkti vendor gjithashtu ka rënë. Të gjithë tregust ekonomik tregojnë që Kosova është para kollapsit dhe diçka që brengos është që në Kosovë nuk i fuqi punëtore për momentin. Tregust ekonomik tregojnë, tregust statistikor tregojnë se në Kosovë është papunësia më e madhe në rajon, në region, në Evropë. Dhe gjetiju, por në anën tjetër, po të kërkosh punëtor nuk e. Sepse të gjithë të rinjët më të madhe janë duke u larguar nga vendi dhe Kosovës për këto 4 vjet, 5 vjet sa është në pushtet Albin Kurti, mund të them edhe 6, sepse e kishte edhe një qeveri atëherë kur ra në kohën e Isa Mustafës, mendoj që 300, apo statistika tregojnë që 350 deri 400.000 të rinj shqiptar gjatë këtij mandatit të Zotit Kurti e kanë shu Kosovën dhe ata përfundimisht kanë përfunduar në shtete kryesisht në Zvicër, Gjermani e në shtete tjera të Evropës, të cilët kanë gjetë punë dhe tani e kemi problemin më të madh që edhe mjekët, inxhinierët,
ekspertet e ndryshëm të lëmive të ndryshme po na ikun krejt ajo si rezultat i qeverisjes së dobët që për këto 4 vite Albini e ka bërë në vendin tonë. Ka shkatruar ekonominë, nuk i ka shfrytzuar buxhetin për infrastrukturë, të gjitha ato rrugë që kanë qenë të filluara janë edhe më keq se sa që i kanë gjetë, nuk është investuar në energji, nuk është investuar në arsem, nuk është investuar në shëndetësi, thjesht Kosova është buz bankrotit. Zotëri Koceri, kam një pyetje të fundit për sigurinë. Aq më tepër me atë që po ndodhte në botë, duket se William Burns vitin e kaluar nuk ishte ardhur kot në atë vizitën rrufe shefi i CIA-s që u ndalë në Kosovë. Sipas asaj që tha Trumpi, e ka përmendur shumë herë Kosovën, sidomos në javën e fundit, në mos gaboj 3 apo 4 herë, dhe të premten ishte hera e fundit që sërish e përmendi që ta ndalëm luftën, ndërkohë që dje kishim tensione të vogla për festën e Vivodani, por tensionet Beograd janë të mëdha dhe ndoshta disa prej analistëve thonë që andej mund shpërthej në Novi Pazar apo në Vojvodin apo normalisht edhe protestat që po bëhen kryesore në Beograd. Si mund të ka rrezik që të impaktojë gjitha kjo edhe të shkaktojë një efekt zinxhiri në Kosovë ose me qëllim për larguar vëmendjen? Sa herë që na përmend Trumpi, ne jemi frigu, presidenti amerikan, ne jemi frigu që disa kohë që fare nuk na kanë përmend. Dhe kur na përmendi para sot ditësh, vërtet u egzaltuam sepse menduam se na ka harru Amerika. E përmendi sigurisht në aspektin pozitiv apo të ndikimit të tij, edhe unë mendoj që ajo kur është bërë marrëveshja në Zyrën e Vale, në prezencë të zotit Trump, të kryeministrit Hoti edhe të presidentit Vučić, ku si në bankën e të akuzuarve janë ullur këta liderët tjerë. Mund përsëritet prap tani, mund t'i thras atje të dy. Po ku do të ishte fatit përsëritet, por unë frigona që do t'jetë një marrëveshje ma dhimbshme, ajo marrëveshje po të zbatohej ka qenë fantastike, edhe